këtë agjendë të përditshme që kryetari i arshëm Hajrullah Çeku po mundohet takoj sa më shumë njerëz cep në cep komunës Prishtinës, patëm një vonesë shkurt për cilën ju kërkoj falje. Dhe të nderuar qytetarë të Hajvalis, bashkëvendas, ministra e zavendës ministra, deputet të lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Republikës Kosovës, Asamblesë të Kuvendit Komunal, i nderuar kandidat për kryetar në komunën e Graçanicës që na ke zbardhë ftyrën sa e here, të rinj e të moshuar, gra e burra që besonin në një të ardhme më të mirë edhe për Hajvalin, edhe për qytetin tonë Prishtinën, zonja dhe zotrin, i dashuri Hajrullah, kryetari i arshëm i komunës së Prishtinës. Falenderit gjithve për këtë pritje kaq të ngrohtë e për pritjen e mbështetjen që gjithë këto vite ja keni dhënë lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Albin Kurti. I cili edhe pse u nis vonë nga Tirana, sa po lajmëroj ma herët që është rrugës dhe është në Drenas, dhe tha nisjani, po mos e përfundoni pa ardhun, sepse në Hajvali sa herbi kam pritje të këtilla. Për mu është një emocion i veçantë, si çdo herë, sidomos kur kthehem në këtë shkollë, ku edhe veti kam zonë fijet e para të dijes, shkolla Shkëndia në Hajvali, çdo herë ka qenë shkëndije dijes dhe kulturës dhe me dhjetra mësimdhënës në shumë gjenerata, të cilët kanë dhënë atë shumë e po vazhdojnë t'i japin atë shumë banorëve të Hajvalis, por jo vetëm. Ndjes nëse jam pak subjektiv, po nuk kam qare, duke fillu nga mësusja jeme parë, Didare Gjinolli, pastaj me mësus të tjerë si veterani Shai Berisha, një plejade mësusave që i pashe dhe sot këtu si avazin e plus mësus të tjerë, nga drejtorët e shkollave si Gani Berisha e Shefki Hoxha, të cilët kanë dhënë jashtëzakonisht shumë dhe një plejate asaj gjenerate që këtu mu duke pashe dhe arsimtarin e matematikës me Diu Pollit. Po ta kujtojmë edhe Regje Bajramin e Sabit Islamin e Vjollca Munishin që sjetojnë ma i kanë dhënë kaq shumë këtij vendi. E për ndryshe sot e pash edhe një profesor shkollës mesme, i cili më ka dhënë gjeografi, po si dhëndër i Hajvalis, tashta po du mu bëha edhe unë e banor i Hajvalis. Gjithashtu shumë sportist si Emin Bajrami, me cilin kanë pasën nderin e respektin me qenë të njëjtën shkollë, por mos të harrojmë se edhe figurat ndryshme të sportit tonë kanë filluar fillet e para në Hajvali, si futbollisti jonë i shkëlqyer Mirlin Daku, përfaqësuesi kombëtarës së Shqipërisë, si Donjeta Halilaj, futboliste jashtëzakonshme që tash është edhe mbron gjyrat e reprezentacionit të Kosovës, pastaj nga kultura si Sanie Matoshi Bilbili i Hajvalis, por jo vetëm, për cilën ka thurë lavde edhe Bilbili i Kosovës vetë në çmije pagarusha. Por edhe shumë të tjerë biznese të suksesshme, ftyra të ndritura, anë kënd botët që ka dalë nga Hajvalia, e ndër këto biznese nuk mund pa përmend edhe 24 yjet që është një
model i një biznesi shembull jo vetëm për komunën e Prishtinës, po për krejt Kosovën. Po ashtu, s'kam qare përmend, mujnë më thonë disa konflikt interesi edhe kusherinin tem, që nuk po flasi kusheri, po në masën e një shefit të bibliotekës në Hajvali që ka qenë shkollë Milazim Vitin, i cili çdo herë ka kontribu që gjenerata treja të edukohen në mënyrën më të mirë, si që ka ditë vetëm Hajvalia me këtë shkollë me dhonë. Dhe për fund në këtë plejat falenderime që është prapo them personale dhe s'muj me kalu pa i përmend gjitha këto emra, kemi edhe dëshmorin ton të kombit, Afrim Gashin, i cili me 19 maj të vitit 1999 ra heroikisht në kosharën heroike kur shpërthyem më në fund kufinin artificial për shumë shekuj që kanë ba me Shqipërinë. Afrimi i cili ka dhënë derë, respekt dhe kujdoi me madh dhe një shkollë sot mban emrin e Afrimi për ndryshe ka mbaru shkollën fillore bashkë në këto ambiente të shkollës fillore Shkëndia në Hajvali. Pra, miq e Bashkëvendas, Hajvalia për shumë vite ka qenë edhe vazhdon të mbetet vend i njerëzve punëtor të qëndrueshëm, kritik, por edhe kërkues për më shumë dhe për më mirë. Fatkeqësisht, sa afër si paralagje e Prishtinës, Hajvalia shpeshherë ka qenë shumë larg nga investimet për Hajvalin dhe për qytetarët e Hajvalis, edhe për shkak të afërsisë gjeografike që ka me Prishtinë. E përmi gjitha, aq punëtor, sa një pjesë e madhe investimeve dhe një bumi që ka ndodhë në Hajvali, ka ndodhë falë punës e palodhshme të shumë njerëzve punëtor e bizneseve në Hajvali, dhe shumica e punëve kanë qenë produkt i vetë qytetarëve të Hajvalis, të cilët akoma vazhdojnë të lajnë bresa dhe shenjë e gjurmë se si duhet punohet e si duhet bëhet biznisi. Prandaj, qytetarët e Hajvalis me të drejtë meritojnë ma shumë vëmendje dhe ma shumë koordinim edhe për punë, edhe me investime, me komunën dhe komuna për Hajvalin. Qytetarët e Hajvalis doher kanë qenë mjaftueshëm të ngritur sa të bëjnë vetë llogarit se çfarë është punuar dhe çfarë është investuar në këtë vend. Qytetarët e Hajvalis besoj edhe këtë herë, kur do dalin, do të votojnë, do të pyesin veten se çka është realizuar e çka është punuar në këto 4 vitet që po i lajmë pas. Dhe sa investime ka bë komuna në këto 4 vite që është përmirësu dukshëm niveli i jetesës edhe i mirëqenies i qytetarëve në Hajvali. Prandaj, Bashkëvendas të dashur të Hajvalis, prandaj se sot jemi këtu. Në një anë, për të pyetur veten të gjitha këto pyetje, çka kanë bërë në këto 4 vite për ne në këtë pjesë, dhe në anën tjetër të shohim edhe potencialin e investimit, të rregullimit të infrastrukturës, të qerdheve të reja, të shërbimeve të reja dhe rregullimin e mirëqenies tonë për secilin qytetare në Hajvali. Por, sot jemi këtu edhe për të mirë pritur një njeri që nuk flet thjesht për ndryshimin, që nuk jep thjesht premtime, por që me punë sjell rezultatin dhe me punë tregon se si duhet të veprohet. Një njeri që ka dëshmuar se puna dhe përkushtimi i përditshëm arrin edhe ato që shumë pak veta kanë dyshime se mund të arrihen në fillim. Ai njeri është një njeri i ndershëm që e njeh ndershmërinë, një njeri i përkushtuar që me përkushtim dhe vizion ka punuar për këtë aktivitetin e tij politik. Ai njeri, miq e Bashkëvendas, është kryetari në ardhje Hajrullah Çeku.
Hajra, që që keni po edhe vetë, nuk është njeri i fjallëve boshe, e as premtim që jem në mënyrë të megalomane për projekte që e dim krejt që nuk mund të realizohen. Hajra është njeri i veprave. Nga puna e tij në qeveri, në çdo detyrë që e ka pasur për këto dekada të angazhimit tij politik, Hajra ka dëshmuar se zhvillimi nuk vjen nga premtimet e mëdha, megalomane, por nga puna e përditshme, e ndershme, por edhe vazhdueshme. Kur po në? Ai ka luftuar me transparencë, me përgjegjësi për t'i kthyer qytetarët në qendër të vëmendjes. Prandaj sot Hajvalia e pret Hajrullah Çekun me zemër të hapur, sepse ne e dim se ai përfaqëson politikën e punës, e jo politikën e interesave. Ai është zëri i gjithë njerëzve që duan një komunë që funksionon, jo vetëm për disa pakica të privilegjuara, po për secilin qytetar. Një njeri që e sheh dhe ka me punu për një komunë të zhvilluar për mundësi për secilin qytetar pa dallim. Një njeri që e don komunën e barabartë në secilin lagje e secilin fshat, pa diskriminime, ku secili qytetar të ndihet i barabartë edhe në shërbimet që merr, po edhe në vendimarrjen e komunës. Prandaj, të dashur qytetar, koha e premtimeve të mëdha e boshe ka mbaruar, na duhet tash punë, angazhim dhe përkushtim. Puna nuk ka filluar me këtë fushat, puna, angazhimi e përkushtimi do të fillojë me zgjedhjen e Hajrullah Çekut si kryetari i Prishtinës. Sepse vetëm bashkë me gjithë ju ne mund të çojmë vizionin e Hajrullahut përpara. Së bashku ta bëjmë Hajvalinë dhe Prishtinën vendin ku jetojmë me dinitet, me mundësi dhe me plot shpresë për gjeneratat e reja. Prandaj le ta mbështesim fuqishëm Hajrullah Çekun dhe ekipin e tij, sepse ai përfaqëson ndryshimin që nuk ndalet, punën që shihet dhe besimin që forcon unitetin tonë. Përkundër krejt atyre të tjerëve që mund të bëhen bashkë, siç janë bërë disa herë bashkë për interesa, qytetar e qytetare të nderuara, ne duhet të bëhemi bashkë secili e secila që me datën 9 nëntor ta japëm një mesazh të qartë nga Hajvalia. Hajvalia nuk harron. Hajvalia çdo herë ka merituar e meriton shumë ma shumë. Hajvalia po ashtu siç din t'i jep shans, Hajvalia din edhe të ndëshkoj edhe mos punën, edhe mungesën e përgjegjësisë që ka ndodhur këto 4 vitet e kaluara. Le ta mirëpresim Hajrën si kryetar, i cili do të shërbejë me punë e përkushtim për secilin e për secilën. Le ta mirëpresim sot në Hajvali, ku do të investoj në 4 vitet e ardhshme, ku do të bashkëbisedoj sot me juve, po jo vetëm sot, po edhe 4 vite tjera të ardhshme në vazhdim, për të dhënë Hajvalis atë që ju bashkëvendas të nderuar e meritoni, e na meritojmë punë, angazhim, përkushtim, investim, me cilën mund të arrijen vetëm me kryetarin e ardhje, Hajrullah Çekun, cilin e ftoj për një fjalë rast. Të dashur banor të Hajvalis, e ju të lagjeve të tjera, të Prishtinës së re, të dashur pjesëmarrës, ministra, deputet, asamblejist, zonja dhe zotri, unë edhe një herë ju kërkoj falje, sepse na pritet pak më gjatë sot, por ju premtoj që nuk do të pritni për investime, kur do ta kemi komunën,
me qeverisën tonë investimet fillojnë me njëherë dhe kjo pritja e gjatë e Hajvalisë, kjo neglizhencë e viteve dhe dekadave për investime në Hajvali do të marrë fund, sepse kur qeverisë vetëvendosja, qeverisë me barazi dhe me prioritet, andaj me 9 nëntor na duhet mbështetja juaj, na duhet ndryshimi në Prishtinë, na duhet ndryshimi në Hajvali. Mirëseardhje për kryeministrin Kurti. Mirë se erdha kryeministër, faleminderit që je sot këtu bashkë me gjithë ne, me banorët e Hajvalisë, për të rikonfirmuar zëtimet tona, qasjen tonë, seriozitetin tonë dhe betejën tonë për ndryshim në Prishtinë, që fillon me datën 9 nëntor në mbrëmje, kur do të konfirmohen rezultatet e zgjedhjeve lokale, natyrisht edhe në Prishtinë, edhe në shumë komuna të tjera, e neve kemi nevojë për mbështetjen e Hajvalisë, sepse si një lagje që siç e tha Beni, din ta bëj dallimin, e sheh këtë qeverisjen dhe neglizhencën, tash është momenti për t'i treguar gjithë atyre që kanë nënçmuar me vite që politika e tillë nuk kalon, sepse edhe Hajvalia është Prishtinë. Edhe Hajvalia është pjesë e komunës së Prishtinës dhe si e tillë duhet të trajtohet. Ata mund të bëhen bashkë. Ata sërish po bëhen bashkë, sepse ata gjithmonë kanë qenë bashkë kur ka qenë në pyetje interesi i ngushtë i tyre kundër interesit të përgjithshëm të qytetarëve. Prandaj, unë e di që të gjithë ne jemi të vetëdijshëm që bashkimi i tyre nuk është lajm, nuk është diçka e re, është vetëm vazhdimsi e politikës së tyre për ta zhvatur buxhetin, për të keq përdorur asetet tona dhe pasurinë tonë publike, por ka një bashkim që është shumë më i madh se bashkimi i tyre. Është bashkimi i gjithë qytetarëve, të cilët duan ndryshim dhe të ndryshimi do të vijë me 9 nëntor, me numrin 105, me vetëvendosjen edhe në nivel lokal, edhe në qeverinë qendrore të Kosovës. I nderuar kryeministër, unë e di që në qeverinë e re, të udhëhequr nga ju dhe nga vetëvendosja, Prishtina do ta ketë mbështetjen e merituar, por të siguroj që iniciativat fillojnë nga këtu, nga niveli lokal, sepse ne tashmë kemi ecur në çdo lagje, në çdo fshat. Jemi takuar me mira e me dhjetra mira banor të komunës së Prishtinës. Kemi biseduar për problemet e tyre, kemi identifikuar kërkesat e tyre dhe këto prioritetet do t'i shndrojmë në buxhet për komunën, sepse buxheti është instrumenti më i fuqishëm për ta përmirësuar mirëqenien e qytetarëve. Buxheti nuk është mjet për me i shly borxhet, buxheti nuk është për me keq përdor, buxheti janë taksat e qytetarëve dhe ato duhet kthehen si investime, si mirëqenie, si shkolla, qerr, parqe, kanalizim, ujësjes për të gjithë banorët, edhe për Hajvalinë, e cila për vitet e tëra ka funksionuar si të mos ishte pjesë e Prishtinës. Ju e dini çfarë ka ndodhur dhe momenti i ballafaqimit me të vërtetën është data 9 nëntor. Ju ftoj që ta votoni opsionin e ndryshimit, sepse tashmë në fletë votim janë vetëm 2 opsione. Është vazhdimsi e kësaj qeverisje degraduese, e kësaj qeverisje e cila i shërben interesave të ngushtë, dhe opsioni i dytë, opsioni i ndryshimit, i vetëvendosjes, i mirëqenies për të gjithë qytetarët. Na prit të mbara gjithëve në këtë rrugtim. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit për mbështetjen tuaj.
Ne do të punojmë për ditë. Do të punojmë për ditë për të zgjidhur të gjitha problemet e qytetarëve. Unë të dashur qytetarë e pjesëmarrës të këtij tubimi, nuk ju premtoj as mrekulli, nuk ju premtoj as projekte të parealizueshme, nuk ju premtoj as ëndra të parealizueshme. Unë jam këtu për t'ju thënë që jam totalisht i vetëdijshëm dhe i njoh problemet tuaja, gjithashtu për t'ju thënë që e njoh mirë sistemin e qeverisjes lokale, e di si bëhet buxheti, si bëhen procedurat, si mbikëqyren zyrtar, si luftohet korrupsioni, si përzgjedhen kompanitë, si mbikëqyren kompanitë, si bëhet pranimi teknik. Pra me një fjalë, unë di të shërbej dhe shërbimin do ta vë në dispozicion edhe në komunën e Prishtinës, ashtu siç kam bërë edhe në Ministrinë e Kulturës. Në shekullin në të cilin jetojmë, nuk ka më kuptim të flasim për kanalizim. Prandaj, Hajvalia duhet ta ketë një trajtim me urgjencë të kanalizimit të ujrave të zeza dhe atmosferike dhe të mbyllet njëherë për gjithmonë ky kapitulli me kolektor të hapur, me kundërmim, me smundje gjithandej. Ky do të jetë një nga investimet më prioritare dhe me më urgjencë në Hajvali. Gjithashtu, Hajvalia ka nevojë edhe për një shkollë të re, në mënyrë që kjo shkollë Shkëndijat mos jetë e ngarkuar dhe ne të përgatitemi për mësimin gjithditor gjithandej. Jo vetëm në disa shkolla, por mësimi gjithditor, mësim gjithditor cilësor dhe serioz, do të jetë një koncept i ynë për të gjitha shkollat e Prishtinës. Po për këtë kemi nevojë edhe me i përfundu shkollat që janë në ndërtim tashmë, edhe me ndërtu shkollat të reja, por kemi nevojë edhe për rinovime në pjesën dërmuese të shkollave të Prishtinës, edhe në qytet, edhe në fshat. Me kushtet aktuale, shkollat tona nuk ofrojnë mundësi për mësimin gjithditor cilësor. E kur shkollës së re të Hajvalisë dhe rinovimit të shkollës aktuale, jashtojmë edhe 2 qerdhe të reja publike ose me bazën komunitet, të cilat do të ndërtohen mandatin tonë të parë, ne sigurohemi që fëmijët e tanë marrin edukim cilësor, por edhe prindrit lirohen dhe kanë mundësi që të investojnë edhe në ngritje profesionale, edhe të angazhohen në tregun e punës. Secili fëmijë duhet të ketë shkollim të sigurt dhe cilësor dhe secili prind duhet të ketë mundësi që të angazhohet në tregun e punës dhe në këtë mënyrë të arrisim mirëqenien tonë, të arrisim ekonominë tonë familjare. Hajvalia gjithashtu ka nevojë që njëherë për gjithmonë të trajtojë të gjitha rrugët e rrugicat. Asfaltim, rinovim, trotuare, ndriçim publik, por edhe pritore për autobuset e Hajvalisë. Hajvalia gjithashtu ka nevojë edhe për më shumë investime për hapësira të gjelbra, për hapësirë për rekreacion, për sport, në mënyrë që trita Hajvalisë të kenë mundësi të jenë pjesë e aktiviteteve, e ndërto natyrisht bën pjesë edhe stadiumi. Stadiumi, kur rinovohet, do të rinovohet tërësisht. Jo investimet vogla, sa për improvizim, sa për të thënë që kemi bërë një projekt, por stadiumi i Hajvalisë do të renovohet tërësisht, që t'i ketë edhe standardet e duhura ndërkombëtare dhe klubet e Hajvalisë që janë mjaft të suksesshme të kenë edhe infrastrukturë moderne, sportive, sidomos në sportin e futbollit, ndërsa gjithashtu ne besojmë që me shumë interes për komunitetin e Hajvalisë është edhe rinovimi i tërësishëm i shtëpisë së kulturës për ta shndruar atë në një qendër multifunksionale edhe për të rinjt, edhe për artistët, edhe për organizatat kulturore dhe gjithë komunitetin e Hajvalisë. Prandaj të nderuar pjesëmarrës, ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për buxhetin, për investimet, për prioritetet, por njëkohësisht jemi shumë të vetëdijshëm që Prishtina, përveç investimeve në infrastrukturë bazike, kërkon edhe angazhim të përbashkët për ngritje ekonomike. Ne si banorë të Prishtinës kemi nevojë, por edhe meritojmë të jetojmë më mirë, të kemi të hyra më të mira, prandaj në vizionin tonë të zhvillimit ekonomik, ne kemi propozuar edhe investimet tona dhe masat konkrete
për një politikë që na siguron zhvillim ekonomik, mirëqenie më të madhe. Sektorët me prioritet zhvillimit ekonomik për ne janë sektori i ICT-s, sektori kreativ, sektori turizmit, sektori preventarisë dhe ai i ndërtimit. Me këtë plan të zhvillimit ekonomik, ne synojmë që brenda 10 viteve papunësinë në Prishtinë ta ulim nën 5% dhe në këtë mënyrë Prishtina, kryeqyteti ynë, të ketë edhe infrastrukturë moderne, çfarë duhet të ketë një kryeqytet, por edhe ekonomi të zhvilluar që përkthehet në mirëqenien tonë, në ekonominë tonë familjare më të zhvilluar. Ditët e fundit, java e fundit, është javë e mobilizimit total, e angazhimit të gjithëve. Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj, për mbështetjen e gjithë secilit. Qeverisja e 4 viteve të fundit është qeverisje për cilën nuk ka nevojë të flitet shumë, sepse ajo shihet. Shihet në çdo lagje, në çdo rrugë, në çdo rrugicë, në çdo fshat. Shihet në çdo sektor, shihet në trafikun e bllokuar të Prishtinës, shihet në mbeturinat që nuk po mbledhen, në papastërtinë e qytetit, në mungesën e shërbimeve elementare komunale, shihet në administratën e korruptuar dhe në shumë dimensione të tjera të jetës. Andaj, sot, sikur më parë, ndryshimi nuk ka qenë i domosdoshëm, i nevojshëm, dhe ky ndryshim do të vijë me 9 nëntor me numrin 105. Unë ju falenderoj edhe një për pjesëmarrjen dhe tani e ftoj kryeministrin Albin Kurti që ta marrë fjalën. Të dashur qytetarë Prishtinës, banorë të Ajvalis, ju falenderit shumë që në këtë diel pas dite na keni bërë bashkë këtu në shkollën tuaj Shkëndia me kryetarin e ardhshëm të Prishtinës, Hajrullah Qeku. Këto janë zgjedhjet e 10 me radhë në të cilat marr pjesë unë si kryetari i lëvizjes, si aktivist i vetëvendosjes, si kandidat për deputet ose duke mbështetur në zgjedhje lokale kandidatët tonë. Janë zgjedhjet e 4-ta lokale, ndërkohë që i kemi pasur 6 palë zgjedhje parlamentare. Kemi garuar rregullisht në Prishtinë, ku gjithmonë e kemi pasur mbështetjen e madhe dhe të gjerë. Por kandidat më të mirë, jo veç nga lëvizja vetëvendosje, po nga çdo parti politike ndonjëherë kur janë marrë zgjedhjet në Prishtinë, si Hajrullah Qekun nuk ka pasur. Prandaj është tetë rëndësishme që ndryshimin i cili ka nisur me hapin e parë me 12 tetor, ta vullosim sot një javë të dielën me 9 nëntor, ku aty keni 2 opsione, nuk po mujmë thonë zgjedhje, po 2 opsione, e vetëm njëri prej këtyre opsioneve është edhe zgjedhje numri 105, hajri i vetëvendosjes e hajra i Prishtinës. Qysh e tha dhe kryetari i ardhshëm Hajrullah Qeku, na krejt jena bashkë, po ata tjerë jenë bashkë për të keq, e na jemi bashkë për të mirë. Kur përzgjedhja nuk ka qenë më e qartë, nëse dikush ka mundur të thot më herët se më hutoj ai premtim ose i besova atij zotimi, tash me 9 nëntor kristalisht e qartë është përzgjedhja para qytetarit. Prandaj ju lutem që masivisht të votoni. Fitoria jonë e ka për kusht të mjaftueshëm daljen masive të gjithë qytetarëve në kryeqytet e posaçërisht
tek ju këtu në Ajvali. Pra, mos dilni 2 apo 3 nga familja, po që të gjithë që keni drejt vote, prej atyre të cilët në këtë vjesht i kanë bërë 18 vjetë, e deri tek ata që ndoshta janë në moshë të shtyrë, se pleq mua plaka nuk ka, pra veç në moshë të shtyrë, që të gjithë dilni masivisht, se cila votë është njësoj e vlefshme dhe rezultati mund të jetë edhe i ngusht në për vendvotimet caktuara. Prandaj është e domosdoshme që të respektohet se cila votë, ku të gjitha janë të barabarta dhe bashkë ta shënojmë e ta festojmë fitoren e Hajrullah Qekut, Hajvalis e të kryeqytetit Republikës së Prishtinës. E di që duket e pabesueshme, ashtu më zhdukur edhe mua, po kur vinin rezultatet prej komisionerëve tonë nga shkollat e ndryshme anë mban Prishtinës, gara midis kandidatëve shpesh herë numri i barabartë i votave. 164 me 164, 139 me 139. Pra, është e pabesueshme sa pak vota mund ta bëjnë dallimin në vendvotimet caktuara. Prandaj secila votë është e vlefshme, e shpresoj që përmes juve jemi duke ju bërë thirrje edhe familjes e Farefisit, edhe kolegëve, miqve, shoqeve, shokëve, dashamirëve që i keni, edhe fëqinjve tuaj, por natyrisht edhe atyre që ju i keni të afërm ose të njohur e janë në diasporë, janë në mërgatën tonë të dashur, të gjithë bashkëdhetarëve, u thoni kush është regjistruar për të votuar me post, afatin e fundit e ka 8 nëntorin, pra të shtunën që vjen, ndërka ju të tjerët që nuk jeni regjistruar, shfrytëzojeni ndonjë mundësi sa do pak që keni që të udhtoni e të vini këtu në Hajvali, sepse vota e bashkëdhetarëve shpesh herë është treguar vendimtare, duke e pasur përvojën nga e kaluara, le ta ndërtojmë bashkë të ardhmen, ashtu që kur të numërohen votat nga komisionerët e të shikohen nga vëzhguesit e t'i grumbullojmë në rezultatet, aq shumë jemi kujdesur për secilën votë, sa që fitoria e Hajrullah Qekut ndaj atij kandidatit tjetër, ndaj kryetarit që i ka ditët në numërim, të jetë jo për pak, po për shumë, ashtu që është vetëvendosja, pra shumicë. Hajrullahu e ka profesionin, zhvillimin dhe qeverisjen lokale. Pra gjë ka studiuar, pra gjë ka mësuar, pra gjë ka shkruar temë nga hulumtimet e studimet që ka bërë në Gjermani e në Itali. Hajrullahu e ka dhe përvojën e shoqërisë civile, me organizatat të ndryshme, posaçërisht me atë ecma ndryshe, që do të thotë se është kredhur në hollësit e problemeve që i kanë banorët e komunave. Përveç kësaj, Hajrullahu është deputet shumë i përgjegjshëm i Kuvendit të Kosovës, po dhe është ministër i shkëlqyshëm i kulturës, rinisë edhe sportit. Në çdo funksion e rol që ka pasur, në çdo etapë të jetës së tij, në çdo fazë të ngritjes profesionale, gjithmonë ka shkëlqyer. Prandaj, krejt na bashkë, le ta bëjmë Hajrullahun kryetar për të mirën e qytetarëve, ashtu që të gjitha ato etapat e fazat e mëhershme le t'i rikuptimsojmë si përgatitje për atë që na pret. Një Prishtinë që organizon lojra mesdhetare 2030, një Prishtinë 2035 që shtyhet me kryeqytetet e rajonit dhe jo vetëm, një Prishtinë të cilën ne të gjithë e duam, por na e kanë pamundsuar. Hajrullahu është mundësia për juve dhe garancia jonë për këtë sukses të përbashkët që e duam të gjithë. I keni parë të gjitha këto zotimet të tij,
ai do t'i përmbush me punë të përkushtuar që nga dita e parë. E dim që e keni një qerë dhe për fëmijë këtu, po s'mjafton. Duhen edhe 2 të tjera, ose publike ose me bazë në komunitet. Gjithashtu nevojitet edhe një shkollë e re. Duhet të renovohet stadiumi i futbollit në mënyrë që klubi futbollistik Prishtina e re të mund të luajë me dinjitet, talente të zbuluara të ngriten gjithnjë më lart, ato të pazbuluara të zbulohen dhe në këtë mënyrë i gjithë pasioni për sport, jo vetëm për futboll, që ekziston në Ajvali, ta merr jehonën në kryeqytet, në shtet e pse jo edhe ndërkombëtarisht. Ndërtimi i kolektorit është i rëndësishëm, jo vetëm thjesht për shëndetin, por edhe për jetën e përditshme. Sepse edhe kur po e ke shëndetin, po nuk ke jetë normale, edhe shëndeti po rrezikohet. Është çështje e jetesës normale në një rënon dhe e shëndetit publik. Prandaj me Harollla Qekun kryetar, çështja e ndërtimit të kolektorit edhe fillon edhe përfundon në Ajvali. Kryeqyteti me siguri se do të zgjerohet. Dhe është e qartë se është kriju një fyt i ngushtë në zgjerimin drejt Fushë Kosovës. Dhe ky zgjerim drejt Fushë Kosovës ka kriju kaos urban. Të gjitha fytat të cilët hyn e dalin nga qendra e qytetit janë bërë tepër të ngushtë, për shkak se asnjëherë nuk ka pas një qasje për një zonë metropolitane që e ka tash Harollla Qeku. Dhe këtu natyrisht që Ajvalia është shumë e rëndësishme. Dhe do të kujdesemi prej fillimit për trotuare, për pritore, për ndriçim, për rrugë e rrugica të cilat do të ndërtohen në mënyrë që Ajvalia si vazhdimsi normale e qendrës së qytetit të mos jetë edhe një fyt tjetër i ngushtë, por përkundrazi të jetë shembull i funksionimit të mirë. E me Harollla Qekun kryetar nuk do të keni më premtime e ëndra për unazën e jashtme të Prishtinës, por do të fillon puna për realizimin praktik e konkret të saj. Do të ndërtojmë edhe një shtëpi të re të kulturës, ku njerëzit e kulturës, të gjithë banorët, rinia të mund të mblidhen, mësojnë, studiojnë, diskutojnë dhe në këtë mënyrë të ketë një jetë komunitare e cila e bën Ajvalin interesant edhe për vendbanimet për rreth, edhe për vetë kryeqytetin e jo për jetë kulturore, banori prej këto të detyrohet të shkojë gjithmonë në Prishtinë. Të ketë ngjarje të cilat zhvillohen edhe këtu, edhe ne nga Prishtina të vim këtu, e jo vetëm nga Ajvalia të shkohet të teatri kombëtar apo të një koncert i caktuar. Në Ajvali duhet të mohen ma shumë koncerte, na e dim sa i suksesshëm edhe i talentuar është ansambli këtu, të mbahen performancat të ndryshme, aktivitete kulturore dhe artistike dhe në këtë mënyrë të gjallërohet jeta, por edhe të vinë vizitorë të cilët nuk janë banorë të Ajvalisë. Unë një kërkoj falje që u vonova për shkak se kishte një ceremoni shtetërore të varrimit të ish-kryeministrit të Shqipërisë, Fatos Nano, dhe prej Tiranës erdha direkt këtu në Ajvali, i thash Benit, tregoju që nga Tirana në Ajvali drenas janë, frena skena, veç gaz, sa ma shumë dhe i sa të mërim, po prap ishte pa mundur që të vi qysh në fillim, e pas këti të bimi do të shkojmë në Barilev e në Bardhosh, e pas tyre në Shqipol e në Vaganic të Mitrovicës, sepse i kemi 6 ditë. I kemi 6 ditë deri tek fitoria e madhe që po na e pret. Hapi i parë i madh është bërë me 12 tetor. Kur vetëvendosja këso suksesi nuk ka pas, sikur kësaj radhe në zgjedhje lokale. Por ky sukses
ky sukses e don vullën. Është njësoj sikur me shkru një dokument, një vendim e mos mja qit vullën në nënshkrimin në fund. Bëhet i pavlefshëm. Pra, dokumenti është gati, vendimi është marrë, vulla dhe nënshkrimi i juaj është i nevojshëm sot në javë për Harullah Qekun, për numrin 105, për lëvizjen vetëvendosje. Ne kemi nevojë që të na votojnë jo vetëm anëtarët e vetëvendosjes, jo vetëm votuesit e vetëvendosjes, po të na votojnë të gjithë qytetarët, të gjithë banorët, edhe ata që kanë votuar për partitë e tjera. Harullah Qeku nuk është kurfar kandidati për inat ose për të keqen e ndokuj, po për të mirën e të gjithëve. Te Harullah Qeku e keni figurën politike dhe gjithashtu e keni shembulltyrën e zyrtarit të shtetit, e të politikanit aktiv që ju shërben të gjithëve pa dallim. Ata të cilët kanë votuar për ndryshim me 12 tetor nuk kanë arsye të mos votojnë për ndryshim edhe me 9 nëntor. E emri i ndryshimit në kryeqytetin e Republikës, në Prishtinën tonë të dashur, në Hajvali ku ndodhemi këtu bashkë me juve, është Harullah Qeku. Faleminderit shumë. E mos u ndalni të punu në çdo rrugë të secilës lagje, me secilën familje, në çdo shtëpi, me çdo qytetar, burra e gra, të moshuar e tri, sepse na nevojitet me patjetër fitoria në kryeqytet, me kandidat më të mirë s'kemi pas asnjëherë, le ta bëjmë edhe fitoren e madhe, që që kemi kandidatin e mirë. Bashkë në fitore, votojmë, fitojmë dhe testojmë për vetëvendosjen Hajvalin Prishtinën me Harullah Qekun drejtor.